Tema e hadithit të dobët. Thot, wala yajuzu an yuthbata shari'atun bi hadithin dhaif. Pra nuk lejohet të aprovohet ndonjë ligj në fenë e Allahut me hadith të dobët. Mirë po, kur vërtetohet se puna është, se kjo vepër, një vepër e caktuar, vërtetohet me hadith, me argumente shariatike, me ajete ose hadithe sahiha, është e vërtetuar. Pastaj transmetohen për këtë vepër vlera ose shpërblime me hadithe të dobta. Atëherë, thot lejohet të transmetohen nëse nuk ka ndonjë argument se këto janë gënjeshtër. Do të thënë, kjo është më rëndësi ta kuptojmë për punën me hadith të dobët. Pasi ka paqartësi, a lejohet të përdoret ndonjëherë hadithi i dobët. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ligj i fesë Allahut. Nuk lejohet me hadith të dobët të vërtetohet në një ibadet. Nuk lejohet. Por nëse kemi një ibadet për cilin ka argumente, kemi hadithe sahiha, edhe kemi hadithe të dobta që tregojnë se kjo vepër ka domethënë shpërblim kështu e kështu, atëherë ne nuk e përgënjeshtrojmë këtë. Nëse nuk kemi argument që kjo është gënjeshtër, domethënë nuk e ka transmetuar ndonjë transmetues gënjeshtar, atëherë mund ta transmetojmë këtë hadith. Por baza për ta vërtetuar atë vepër duhet të jetë hadith sahih. Domethënë, nëse flasim për një ibadet, dhe për atë ibadet ka vetëm hadithe të dobta, atëherë nuk vërtetohet, nuk merret, domethënë. Por nëse ka hadithe sahiha ose urdhër në librin e Allahut, pastaj kemi hadithe që tregojnë vetëm për vlerën dhe shpërblimet. Atëherë, domethënë, nëse nuk është vërtetuar se është gënjeshtër kjo, atëherë, domethënë, mund të përmendet edhe mund të transmetohet. Thot, sepse wadhalika anna maqadir ath-thawabi ghayru ma'luma. Do të thonë, pasi sasia e shpërblimit për vepra nuk është e ditur. Do të thonë, nëse janë përmendur vetëm hadithe që tregojnë se është e ligjshme ajo vepër, por sa është shpërblimi për atë vepër nuk është e ditur. Atëherë nëse transmetohet për vlerën e shpërblimit hadith që nuk është sahih, po nuk është i rrejshëm, nuk është i trilluar, atëherë nuk lejohet ne ta përgënjeshtrojmë. Themi kjo s'është e vërtetë, sepse ti nuk ke argument që shpërblimi i kësaj vepre nuk është kaq sa është në hadith. Do thotë nëse e mohon hadithin, këtu hadithin e dobët, në këtë rast, do më prap ti ke fol për fenë e Allahut pa argument. Sepse vepra është e ligjshme me hadith sahih. Mirë po për caktimin e sasisë së shpërblimit, nëse nuk ke argument, pra nëse kemi hadith sahih që thot se shpërblimi për këtë fjalë, për shembull është sa 1000 sevape, edhe vjen një hadith i dobët që thot është 100, atëherë mohojmë se e dim me hadith sahih. Po nëse nuk ka, do thotë është e ligjshme me hadith sahih, po nuk ka për sasinë e shpërblimit, atëherë nuk lejohet ta mohojmë këtë hadithin e dobët. Kështu këtë ka qëllimin Ibn Taymija rahimahullah. Edhe mendoj se kjo është sqarim i mirë, sepse shumë njerëz prej grupacioneve të devijuara thonë lejohet përdorimi i haditheve të dobta fi fadail al-a'mal, apo në vepra të vlefshme. Do të thënë jo për halal dhe haram, po për nxitje për vepra të mira. Edhe kjo është kuptimi i gabum. Do të thënë kjo i bie se kur përmendet një hadith i dobt për një vepër, për cilën s'ka argument sahih, atëherë mund të bëhet e ligjshme. Do thotë nuk bëhet asnjë ligj i bazuar në hadith të dobët, por mund thuhet vetëm për sasinë e shpërblimit. Shpresoj që nuk ja u vështirësova këta dhe të jetë e qartë. Dhe thot Ibn Taymija, wa hadha huwa alladhi kana al-Imam Ahmed ibn Hanbal wa ghayruhu, do të thënë Ahmed ibn Hanbal ka pas këtë mendim. Wa ghayruhu yurakhisuna fihi, dhe disa të tjerë janë më tolerant, do të thënë për këtë hadith.
në transmetimin e haditheve të vlerave të shpërblimeve. Por, wa amma an yuthbitu anna hadha amalun mustahabun mashru'un bi hadithin da'if fa hasha lillah. Do të thënë, por pra ka Imam Ahmedi me këtë, siç e sqaroi Ibn Taymija. Ka disa dietarë tjerë që kanë më shumë tolerancë për hadithe të dobta. Mirë po, që të ketë thënë dikush prej dietarëve që me hadith dobët vërtetohet një ligj, një vepër, do të thënë e ligjshme, kjo hasha lillah, do të thënë i lartësuar është Allahu, nuk e ka thënë askush prej dietarëve.